Shkëmbimi tregtar mes Shqipërisë dhe Kosovës po shënon një rritje të qëndrueshme edhe gjatë muajve të parë të vitit 2026. Të dhënat më të fundit publikuar nga Instituti i Statistikave Instat tregojnë se eksportet mes dy vendeve janë rritur me rreth 1 miliard lekë gjatë 2 muajve të fundit krahasuar me fillimin e vitit 2025. Sipas raportit, vlera totale e eksporteve ka arritur në 6.3 miliard lekë, duke konfirmuar forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare mes dy tregjeve shqiptare. Kjo rritje shihet si treguesi i zgjerimit të bashkëpunimit ekonomik ndërkombëtar, por edhe i rritjes së qarkullimit të mallrave në sektor të ndryshëm, nga produkte ushqimore dhe materialet e ndërtimit deri tek prodhimet industriale dhe artikujt e konsumit të përditshëm. Rritja e eksporteve mes Kosovës dhe Shqipërisë vjen në një periudhë ku të dyja vendet po synojnë të thellojnë integrimin ekonomik dhe të krijojnë më shumë hapësira për qarkullimin e lirë të mallrave dhe shërbimeve. Në këtë kuadër, shifrat e fundit të Instat konsiderohen si një sinjal pozitiv për ecurinë e tregtisë dypaqe dhe për perspektivën e zhvillimit ekonomik në rajon. Të dhënat u bën publike në Forumin Ekonomik Shqipëri-Kosovë, zhvilluar në Tiranë, ku edhe u nënshkrua memorandumi i bashkëpunimit mes Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve dhe Odës Ekonomike të Kosovës. Gjatë forumit u diskutua për thellimin e marrëdhënieve ekonomike dhe nxitjen e investimeve të përbashkëta, si dhe krijimin e partneritete të reja ndërmjet bizneseve shqiptare dhe atyre në Kosovë.